Ndrojmë sërish temën e informacioneve tona. Gjermania, motori i ekonomisë europiane, ka nisur një transformim të thellë dhe mënyra si do të kaloj do të ndihet në mbar kontinentin. Ne do të kemi një komunikim të drejt për drejt tani me kolegun e Deutsche Welles, Auron Dodi. Auron, përshëndetje. Thuaj se çdo javë ka lajme për shkurtime vendesh pune në koncernet e mëdha gjermane. Logjikisht duhet të shikonim një val papunësie, po ajo nuk shihet. Si shpjegohet ky paradoks? Përshëndetje. Pamja sipërfaqësore mund të duket e zymt, por në fakt ka shumë forca që e mbajnë ekonominë gjermane në këmbë. E para është baza. Me një borxh prej rreth 63% të produktit të brendshëm bruto, Gjermania qëndron shumë poshtë mesatares së eurozonës, 88%, apo poshtë Francës apo Italisë, ku borxhi kalon 100%. Së dyti, Gjermania ka një fuqi punëtore shumë të kualifikuar dhe një rrjet universitetesh të lidhur ngushtë me ekonominë. Me to vazhdon të kryesoj. I mungon vrulli për çastin, por jo dituria. Pastaj vijnë investimet, që pas 4 vitesh rënje po forcohen. Instituti i Gazetës Ekonomike Handelsblatt pret rritje 0.7% të tyre këtë vit dhe 0.9% në vitin 2027. Por më interesantja është ajo që po ndodh pa bujë, brenda tregut punës. Për një vit të vetëm, industria humbi 185.000 vende pune. Por, thuajse po aq, rreth 181.000 u hapën në shëndetësi, në arsim dhe në administrat. Punonjësit e fabrikave po bëhen si thuash infermier dhe nënpunës administrate. Gjermania po kthehet ngadalë në një shoqëri që rron më shumë nga shërbimet. Kështu s'është çudi që papunësia mbetet relativisht e ulët, në rreth 3.1 milion vet pritet të arrijë deri më 2027. Gjermania nuk është para kolapsit. Thjesht. A do të thotë kjo, Auron, se problemet e Gjermanisë nuk janë aq të mëdha sa thuhet? Presim vetëm pak sekonda. Po përjeton. Problemet janë të mëdha, këtë se mohon askush. Gjermania po përjeton stagnacionin ekonomik më të gjatë që nga viti 1949. S'kemi të bëjmë me një dobësim të çastit, por me disa shndrime që godasin një herësh, siç i përshkruajnë ekonomisti i njohur Bert Rürup. Nga njëra anë, vala e madhe e globalizimit, ajo që e pasuroi vendin, ka ndaluar. Mëtej, furnizimi me energji po vihet mbi baza të reja. Ndërkohë, konkurrentët kinezë po forcohen dhe plakja e popullatës e ngadalëson rritjen. Njëkohësisht, vala e gjatë e punësimit, e nxitur nga reformat e viteve 2000 të kancelarit Gerhard Schröder, ka arritur në fund. Por më e ndjeshme mendoj se është diçka tjetër, që nga viti 2022, eksporti nuk e luan njësoj rolin e lokomotivës për ekonominë gjermane. Gjermania eksporton më pak drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej barierave doganore të vendosura nga Washingtoni. Dhe nga ana tjetër, Kina po i përmbyt tregjet me mallrat e veta. Disa madje shkojnë më tej, media dëgjojnë krahasime me Republikën e Weimarit, Republikën Demokratike të Brisht që i hapi rrugë Hitlerit. A ka vërtet arsye për kaq frikë? Jo, ai krahasim që e bëjnë dhe disa media gjermane flet më shumë për nervat të tendosura se sa për gjendjen e vërtetë. Eksperti i njohur Albrecht von Lucke kujtoi së fundi se asnjë brez gjermanësh nuk ka jetuar ndonjëherë kaq mirë sa ky i sotmi. Gjermania ndodhet në një nivel të lartë dhe ankohet që nga ky nivel. Pra problemi është diku tjetër. Njerëzit u mësuan të mendonin se rehatia do të vazhdonte pafund, si thuajse në 30 vitet e fundit, kur Gjermania mbështetej te gazi i lirë rus dhe te eksporti pa investuar sa duhej në të ardhmen. Por kohët ndryshojnë. Ndërsa Weimari, kujtoj, ishte një republikë sapo dal nga lufta e parë botërore, me një shoqëri të militarizuar, në prag të luftës civile. Krahasuar me atë kohë, përçarjet e sotme janë vërtet vogla. Sondazhet sidoqoftë tregojnë një shoqëri pensimiste, me hak? Do të thosha pjesërisht. Sondazhet regjistrojnë gjendjen e çastit. Politologja dhe studiuese e së ardhmes, Florence Gaup, shpjegoi në medie se po të shohësh më thellë në studimet për shoqërinë gjermane, del në pas se kohezioni social ekziston. 70% e gjermanëve kanë besim te bashkëtetarët, po aq sa kanë te njëri tjetri për shembull finlandezët, ata që mbahen si populli më i lumtur në botë. Atëherë pse është përhapur pesimizmi?
Nga njëra anë, sepse harrohet se konfliktet janë pjesë e natyrshme e demokracisë. Dhe kur ato shtohen shumë, e gjithë bota na duket si krizë pafund. Nga ana tjetër, në shoqëritë perëndimore ka dendur një ndjenjë ngopje materiale, që shtron pyetjen dhe më të thellë: çfarë do të thotë sot të ecësh përpara? Përparim, tradicionalisht, është kuptuar si përparim ekonomik, pra si shtim i pasurisë materiale. Një pjesë e njerëzve nuk e kanë arritur këtë, ndaj vazhdojnë ta kërkojnë. Por një pjesë tjetër, sidomos të rinjt, kërkojnë diçka krejt tjetër, që të kenë kohë për të jetuar si preferojnë ata, në vend që të akumulojnë pasuri materiale. Koha individuale, sidomos pas pandemisë, shihet nga shumë si përparimi, si pasuria e vërtetë. Çfarë po bën qeveria gjermane për të përmirësuar situatën, Aura? Shndrimet që përmenda ende s'kan një përkufizim të prerë. Disa flasin për një boshllëk konceptual. Dhe pikërisht ky boshllëk lind pa siguri. Dhe prandaj ka njerëz që votojnë në Gjermani për ekstremet, për partinë ultra të djathtë AfD ose për partinë e majta. Qeveria e kancelarit Merz, nga ana e vet, së fundi miratoi disa reformat nevojshme. Ekonomisti i njohur Marcel Fratscher i tha Deutsche Welles se reformat në shëndetësi, në pensione dhe në tatime ecin në drejtimin e dur, por mbeten hapa të druajtur. Kthesën e vërtet, ai e shpresonte 500 miliard euro të investime publike gjatë 12 viteve, për cilat ra dakord qeveria Merz sapo erdhi në pushtet. Çështja është sa prej tyre do të investohen dhe sa shpejt. Sepse në fund, e ardhmja nuk vendoset nga shifrat, por nga guximi për veprim.